Mjekët japin urdhër, mos pini kafe turke nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Tani e dimë se kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore. Në video tona të mëparshme kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe parandalimin e shumë problemeve të ndryshme. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë, por a kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në vendin ton dhe në shtëpitë tona, kafeja turke është një shoqërues i përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje, duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër të kafes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres si kur pini kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes. Pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarje kokrave të pjekura të kafes dhe zjerrja e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen për më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten, për të prodhuar kokrizat në madhësinë e rrës. Më pas, përgatitja në makinën e ekspresit bën të mundur largimin e 2 mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestoli dhe kaoliani. 2 mineralet yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa dhe antioksidantët. Por cilat janë personat të cilët nuk duhet të konsumojnë kafe turke? Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose ato që kanë në familjen e tyre raste me sëmundje të zemrës, këto 2 minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit të cilave u bazohemi sipas Healthside kanë vërtetuar se këto 2 substanca të personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar kështu shëndetin e zemrës, pasi ajo nuk furnizon me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona rrit dukshëm nivelin e kolesterolit me të paktën 10%, citon studimi. Duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 mg të kaolianit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres të pasheqerosur. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto probleme, kafeja turke nuk përbën ndonjë rrezik nëse konsumohet gjithmonë edhe brenda normës së lejuar. Disa nuk mund të fillojnë ditën pa pirë një filxhan kafe, ndërsa të tjerët menjëherë pas të parës e konsumojnë edhe të dytën. A i dini se kafeja mund të dëmtojë shëndetin e trupit tuaj, por cilat janë pasojat negative që kafeja mund të shkaktojë në trupin tuaj nëse e pini më shumë se sa duhet? Do ju bëj të dëgjoni zëra. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan me kafe në ditë, mund të dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë. Pirja e tepërt e kafes mund të dëmtojë shëndetin e mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, dozat e vogla të kafes ndihmojnë trupin të detoksifikohet, por sasitë të mëdha mund të kenë pasoja të kundërta dhe të dëmtojnë mëlçinë. Pirja e tepërt e kafes mund të rrisë trysninë e gjakut. Studimi i kryer nga Universiteti Mellon University tregoi se kafeja stimulon rrahjet e shumta të zemrës dhe mund të shkaktojë probleme me frymëmarrjen. Mund t'ju bëjë nervoz dhe të paarsyeshëm. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transportin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të dëmtojë proceset e vendimarrjes. Pirja e tepërt e kafes mund të shkaktojë pagjumësi. Kafeja mund të pakësojë me 6 orë kohën e gjumit dhe duhen 24 orë që substancat të largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos pini asnjëherë kafe përpara se të flini. Kafeja e tepërt mund të nxjisë shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk i bën mirë kockave tuaja. Për të shmangur këtë dëmtues, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të marrin më shumë vitaminë D në dietën e tyre.
Kafeja e tepërt në organizëm do të nxjisë gjithashtu urinimin e shpeshtë. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikëzën e urinës dhe të nxjisë të shkoni më shpesh për të urinuar. Kafeja e tepërt mund të shkaktojë dhimbje të kokës. Sipas American Heart Association, konsumatorët të mëdhenj të kafes mund të kenë dhimbje koke, ankth, lodhje dhe gjithashtu probleme me depresionin. Prandaj tregoni të vëmendshëm me sasinë e kafes që konsumoni në dietën tuaj, pasi pirja e tepërt e kafes mund të çojë gjithashtu edhe në probleme me pagjumsinë. Personat që e teprojnë me pirjen e kafes gjithashtu mund të kenë probleme me gjumin e tyre. Kafeja mund të stimulojë gjithashtu edhe problemet e tensionit. Kafeja mund të shkaktojë ngritje të parakohshme të tensionit pasi venat ngushtohen dhe zemra punon më fort. Ky efekt shkaktohet pasi adrenalina rrit rrahjet e zemrës, por shkakton gjithashtu edhe probleme në organizmin tuaj edhe mbas 3 orësh të konsumit të kafes. Kafeja mund të përshpejtojë fare lehtë edhe metabolizmin dhe të irritojë gjithashtu shëndetin tuaj të zorëve. Kafeja ka ndikime të mëdha në metabolizmin e trupit. Është një diuretik i shkëlqyer, do të thotë se bën që veshkat të lëshojnë në lëngjet që mbajnë. Por kafeja mund të irritojë gjithashtu edhe fshikëzën tuaj, duke bërë që të vizitoni më shpesh tualetin, sidomos edhe gjatë periudhës së gjumit. Nëse kafeja pihet me stomakun bosh, dëmet e saj në organizëm do të jenë vërtet të larta. Do të rrisë hormonet e stresit dhe gjithashtu të kortizolit. Prandaj tregoni të vëmendshëm me sasinë e kafes që shtoni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë të mos e teproni me kafen pasi mund të sjellë efekte negative për shëndetin e përgjithshëm. Kafeja duhet të pihet brenda normave dhe gjithashtu pa e tepruar me shtimin e ëmbëlsuesve të ndryshëm, të cilët mund të ndikojnë në një sër procesesh të organizmit. Nëse nuk e konsumoni më shumë se sa duhet, kafeja nuk do të shkaktojë efekte anësore. Por sipas Healthline, konsumi i kafes brenda normës së lejuar dhe gjithashtu pa ëmbëlsues të ndryshëm mund të sjellë këto përfitime. Mund të përmirësojë ndjeshëm nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit që shkakton një efekt të mirë stimulues. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendje shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Kafeja duhet të pihet gjithmonë me moderim. Mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në djegjen e dhjamit të tepërt të trupit. Disa studime sipas Healthline tregojnë se kafeja mund të ndihmojë në djegjen e dhjamit dhe gjithashtu të rrisë metabolizmin tuaj. Ajo mund të ndihmojë në performancë të mirë fizike. Kafeja mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acide yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm të performancës fizike. Kafeja përmban lëndë thelbësore mjaft të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit tuaj. Kafeja përmban disa lëndë mjaft të rëndësishme shëndetësore, përfshirë këtu riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin, element këto mjaft të rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj. Kafeja mund të ulë gjithashtu edhe luhatit e sheqerit në trup nëse konsumohet me maturi. Studimet kanë treguar se personat të cilët konsumojnë kafe kanë një rrezik më të ulët të shfaqjen luhatit të sheqerit në trup. Bëhet fjala gjithmonë për kafen pa shtuar ëmbëlsues të ndryshëm. Mund t'ju mbrojë kundër Alzheimerit dhe demantinës. Personat që pinë kafe të paëmbëlsuar kanë një rrezik shumë më të ulët për të prekur nga Alzheimeri, por që ky shkak kryesor të mos dëmtojë, nuk duhet të teproni me pirjen e kafes. Mund të ulë rrezikun e Parkinsonit. Personat që pinë kafe kanë deri në 60% më pak rrezik për të prekur nga sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Kafja pa ëmbëlsues dhe brenda normave të lejuara mund të mbrojë shëndetin tuaj të mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një rrezik më të ulët të cirrozës, e cila mund të shkaktohet nga disa sëmundje që prekin mëlçin. Kafeja gjithashtu mund të ulë rrezikun e depresionit dhe t'ju bëjë të ndjeheni më të lumtur edhe në momentet tuaja më të veçanta, citon Healthline. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.